Procesi zgjedhor për përzgjedhjen e kryetarëve të degëve të Partisë Demokratike pas Shkodrës është përmbyllur edhe në Malësi të Madhe dhe në Vaun e Dejes, duke rikonfirmuar drejtuesit aktual në të dy strukturat vendore. Në Malësi të Madhe, pas përmbylljes së numërimit të votave, fitues është shpallur Ferdi Sterkaj, i cili ka siguruar 360 vota përballë 82 votave të rivalit të tij Indrit Halaj. Ky rezultat konfirmon vijimin e mandatit të Sterkajt në krye të degës lokale të Partisë Demokratike të Malësisë së Madhe. Ndërkohë në Vaun e Dejes, sipas të dhënave të Komisionit Votimit, në proces nga 1447 anëtar me të drejtë vote, morën pjesë 731. Nga numërimi i votave, Bernard Ndreca rezultoi fitues me 438 vota, duke siguruar një tjetër mandat 4 vjeçar në drejtimin e kësaj dege. Dy kandidatët e tjerë në garë, Nikol Fermosi dhe Valer Ndoja, kanë marrë përkatësisht 138 dhe 151 vota. Procesi zgjedhor në të dy bashkitë u zhvillua pa incidente dhe në përputhje me procedurat, ndërsa drejtuesit e rikonfirmuar pritet të përqendrohen në forcimin e strukturave organizative dhe rritjen e angazhimit politik. Partia Demokratike në tërësi në gjithë Shqipërinë ka hyrë në një fazë riorganizimi, duke u bërë kështu gati për zgjedhjet e ardhshme vendore të 2027-s.